Mbrëm në ora 23:40 në kryqëzimin e rrugëve Blagoja Toska me rrugën 29 nëntori në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 54 vjeçar pasi që i është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ai është duke u mbajtur në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin DM 21 vjeçar nga Shkupi, për shkak se i është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 17:40 në kryqëzimin e rrugëve Ilinden me rrugën Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar personin HZ 25 vjeçar nga Tetova, i cili me urdhër të gjykatës kërkohej për vuajtje të dënimit me burg për 6 muajsh për veprën e kryer penale nga neni 215 i kodit penal. Personi është dërguar në burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit. Dje në ora 19 në SPB Tetov, 59 vjeçari nga Tetova ka raportuar se personit VK 46 vjeçar në prani të personit SS 47 vjeçar, të dy nga Tetova, gjatë vitit 2014 u ka marrë hua me kamat me shumë prej 25.000 euro. Sipas raportit, pas kësaj gjatë viteve të kaluara deri në raportim, i ka paguar gjithsej mbi 150.000 euro për kamat dhe shlyerje borxhi. Gjegjesisht për pëlqimin e tij janë shitur 2 banesa, një në Tetov dhe një në Ohër, të cilat i ka lënë peng me akt notarial për këmbim të borxhit, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Një vajzë 26 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka raportuar se mbrëm pas mesnate në fshatin Trebosh të Tetovës, pas një debati të shkurtër verbal është sulmuar fizikisht nga ish i dashuri i saj, po merren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit.